japi bibliotek Ungjilli sipas Lukës, Luka 22, pjesa nga shkrimi është vargu 20, nga vargu 39 deri në vargu 46, është momenti i Jezu Krishtit në kopshtin e Gjetsemanit. Luka 22, 39-46. Për një muaj është siç e kam njoftuar, për një muaj, 4 javë, deri ditën e Pashkës, dielën e Pashkës, do të fokusohemi tek një seri predikime të shkëputemi. Do bëjmë her pas here ca freskime nga Dhjata e Vjetër ose nga profetët e vegjël nga jam duke predikuar dhe do të ndalojmë për një seri të shkurtër predikimet e Pashkës që kemi titulluar Nga kryqi tek kurora. Pra është ky rrugtim që do të përshkruajmë, nga kryqi tek kurora. Udhëtimi i Krishtit. Dhe tema kryesore e kësaj serie predikimesh do të jetë udhëtimi i Jezusit nga sakrifica te fitoria. Nga sakrifica për mëkatet e botës tek fitoria i ata që e futi mëkatin në botë, ata që themi babain, atin e mëkatit që është djalli. Dhe si e transformon ky rrugtim i Jezusit nga sakrifica në fitore jetën tonë sot. Nuk është ideja vetëm për të pritur Pashkën për të dhënë një mesazh Pashkës, që sigurisht është diçka shumë e mirë dhe nuk mendoj që ka nevojë ose ka nevojë për një parathënie, sepse ajo çfarë Krishti bëri ditën e Pashkës 2000 vite përpara ne e predikojmë të çdo të diel dhe ja predikojmë vetes çdo ditë. Se shpikisht ky është momenti final që është e gjithë për mbledhja e fjalës Perëndis, sakrifica e Krishtit për të na çliruar ne nga mëkati dhe për të na bërë ne të aftë për të ndjekur Perëndin, për të ecur në rrugën e Perëndis, për të besuar atij dhe për të bërë një jetë të shenjtë. Predikimin e parë, por këto 4 predikime do të jenë të thuash ai rrugtimi që do të na ndihmojë ne për të pa se si e ka transformuar kjo gjë që Krishti ka bërë jetën tonë sot. Dhe predikimi i parë është hupa dhe kryqi ose dorëzimi ndaj vullnetit të Zotit. Do shikojmë 2 elemente që neve i kalojmë jo rrallë, që është hupa, është hupa që Krishti do të pinte dhe që u lut që të mos se pinte nëse ishte e mundur, dhe kryqi që ai mori.